Ti je mërgjimtar. Çfarë do të thotë për ty? Asnjëherë nuk kam mendu çka do të thot fjala mërgjimtar. Shumë herë edhe unë ndihem dyqysh i prekur, ajo nostalgjia për dëshirat e mia, për vendlindjen time, sepse nuk është e lehtë fjala mërgjimtar. Neve, unë si individi kam lanë gjitha në atë kohë, gjatë qëndrimit tim kam humbë prindërit e mi, pastaj kam humbë njerëz të tjerë, kam humbë shoqëri, kam humbë nxënësa, e këto janë kur shiqoj mrapa, shumë herë mërzitem, po pastaj si njeri i rritur edhe i pjekur, i them se këto janë pjesë e jetës, edhe kur i shoh këto anë pozitive, gjithë këtë jetë që kemi bërë këtu, unë bashkë me familje dhe me familjarë tjerë dhe me shoqëri që jetojnë këtu, e njeh veten shumë të plotësuar.